Ditën e sotme është vetëdorëzuar në policinë e Gjirokastrës Kamber Sulçaj, autori dyshuar për vrasjen e biznesmenit italian Edoardo Sarçi, me 27 shtator të këtij viti në fshatin Salari të Tepelenës. Pas 20 ditësh nga ngjarja ku humbi jetën shtetasi italian Edoardo Sarçi, është vetëdorëzuar autori dyshuar Kamber Sulça, së bashku me armën e gjahut, të cilën mendohet që është arma me të cilën kreu krimin në vendin e quajtur Qafa e Dilanit, ndërkohë që mësohet se ai nuk ka folur ende me saktësi për ngjarjen e 27 shtatorit, duke pohuar se do të flas vetëm para togave të zeza. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve të rënda të Drejtorisë Vendore të Policisë Gjirokastër kryen veprimet procedurale për ekzekutimin e masës së sigurisë, arrest me burg, caktuar nga gjykata Gjirokastër në mungesë për shtetasin Kamber Sulçaj, 48 vjeç, banues në fshatin Mesapik, Vlorë, i akuzuar për veprën penale, vrasje në rrethana të tjera cilësuese, në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve, armë shpërthyese dhe i municionit, dhe prodhim dhe shitje e narkotikëve. Nga hetimet dyshohet se shtetasi Kamber Sulçaj ka qelluar me armë gjahu në Vasjak në drejtim të shtetasit Edoardo Sarçi dhe shtetasve që shoqëronin këto të fundit dhe automjeteve të tyre në aksin Nivic-Salari, ku si pasoj, shtetasi italian humbi jetën. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Gjirokastrës për veprime të mëtejshme.